Edhe pse Saranda rezulton e pastër në tufat e të imtave, identifikimin në Libohov ditë më parë i vatrës së bagëtive të prekura nga Murtaja ka vënë në alarm strukturat përgjegjëse. Sipas Mustafa Lamaj, drejtor në Drejtorinë e Bujqësisë dhe Ushqimit në bashki, së bashku me Policinë Bashkiake, janë në këmbë dhe edhe në teren duke mbajtur në kontroll situatën edhe me kompetenca për vendimarrje. E gjithë bashkia Sarandë, ashtu si gjithë vendi, jemi të gjithë në alert. Jemi në kushte karantine. Kjo do të thotë që Drejtoria e Bujqësisë dhe Policia Bashkiake janë në krye të punës dhe janë vendimmarrës. Nuk lejojmë lëvizjen e baktive nga një parcelë në tjetrën, lëvizjen e baktive për të ushqitur ose kalimin e tyre nga kullota dimërore në kullota verore. Kjo është taksative pa negociueshme. Zero lëvizje baktish. Sa më të izoluar aty mbajmë, sa më larg njëra tjetrës, aq më mirë është. Ka një gjë, është një sëmundje e mbartur, ardhur, e re, nga vendet fqinje, e kanë kaluar vendet fqinje. Ju di një gjë që përhapet në 100% të gjë së gjallë aty ku bie, në 100%. Pra në një rast do ta zgjesohet 100% e tufës. Ka edhe një problem tjetër, është rrit 2-3 ditë e fshehur, pastaj shfaqet. Në ato 3 ditë që kafsha është e infektuar dhe nuk e shfaq sëmundjen, mund të bëj transmetimin në shumë bakti. Lama thot se me gjithë monitorimin e shumë fishuar që bëhet në teren, nuk është e lehtë që kjo shkallë ndërgjegjësimi të kalojë te blegtorët. Shumica e tyre sipas tij janë të prirur të fshehin sëmundjen. Blegtorët kanë një problem. Mundësisht të kenë ta fshehin sëmundjen, sepse çon në azgjësimin e gjithë tufës, një rast. Janë sensibilizuar, është thënë me qindra herë, është shumë akute, shumë problematike. Prandaj këtu ngulmen më shumë. Erdhi rasti, duhet të lajmërohet menjëherë. S'ka asnjë zgjidhje tjetër. Kemi vetëm një avantazh, që temperaturat e larta 35 deri 37 gradë e azgjësojnë këtë lloj, presojmë që deri në shtator të zerohet si sëmundje dhe i kemi izoluar, por duan ujë. Prandaj dhe lëvizja e tyre në vendburimet në lumet që kemi bëhet shumë e komanduar, shumë e kontrollueshme që mos kemi as bashkim të baktive dhe as transmetim nga njëra tek tjetra. Në territorin e bashkisë së Sarandë, referuar kontratave të lidhura për kullota, raportohet se mbarështohen 5.000 krerë të imta. Në situatën e re kërcënuese nga Murtaja, po bëhet kujdes i shtuar që masat e marra të japin efekte parandaluese ndaj prekjes për çdo krerë, pasi prekja një baktie të vetme çon në mënyrë kategorike në azgjësimin e gjithë tufës.